Klubi futbollistik Tërnosi nga fshati me të njëjtin emër është i njohur si burimi i talenteve të futbollit. Futbollistët që janë krijuar në këtë klub tani luajnë në kombëtarën e Shqipërisë në 21 vjeç, si dhe në klubet e Kosovës, Shqipërisë e Zvicrës. Por kur është zanafilla këtij klubi, kur është krijuar, kush ishte iniciator, kush kontriboi që ky klub të funksionojë me sukses për këto vite. Për këtë temë do të flasim dhe do t'ju sjellim mysafir dhe histori interesante në ciklin e emisioneve sportive në Fokus. Para 38 viteve, gjerësisht në vitin 1976, themelimin e klubit e inicioi në atë kohë studenti Faik Jashari dhe më 27 shkurt të atij viti u mbajt kuvendi themelues i klubit. Në këtë kuvend u vendos që të themelohet klubi, u zgjodh kryesia dhe u aprovua statuti i klubit futbollistik, që u pagëzua me emrin e fshatit Tërnosi. Kryetari i klubit u zgjodh Vaxhet Jonuzi, në atë kohë arsimtar në shkollën fillore të fshatit, tani në pension. Nën kryetar u zgjodh Faik Jashari, sekretar Shaban Saliu, ish punëtor i administratës lokale në Bujanoc, ndërsa arkatar u Kshim Fejzullahu, gjithashtu arsimtar në shkollën fillore, dhe këta dy tani në pension. Trajneri i parë i klubit ishte tani më i ndjeri Galip Latifi, ish profesor i gjimnazit, ndihmës trajner Aziz Ebibi, gjithashtu i ndjer, ish arsimtar i edukatës fizike, ndërsa fizioterapeut Zia Adili, ish punëtor i shtëpisë së shëndetit, edhe kjo që nuk jeton më. Në këtë takim u formua dhe komisioni disiplinor në përbërje Bajram Bajrami, Ilmi Sulejmani dhe Nejat Halili, ndërsa u formua dhe komisioni për pranimin e lojtarëve ku marrnin pjesë Gjemail Saliu, Ismail Ismaili, Hazir Saliu, Irfan Beqiri dhe Melihat Osmani. Shumë shpejt u formua dhe ekipi i parë i klubit futbollistik Tërnosi. Kushtet i kishin të vështira, nuk kishin financues sepse pushteti atëhershëm nuk i ndihmoi, nuk kishin stadium, stërvitjet i mbanin nëpër livadhe, edhe pajisjet dhe rekvizitat e nevojshme sportive i siguronin vetë kryesia dhe lojtarët. Por entuziazmi i klubit dhe i fshatarëve ishte i madh. Tërnocasit mbështetin klubin me çfarë kishin, e nganjëherë sjellnin për të shitur edhe duhanin që vetë kishin prodhuar me shumë mund. Edhe pse në atë kohë nuk kishte vetura si në kohën e sotme, mbështetësit e Tërnosit paguan taksi dhe me autobuse tram, shkonin për të shikuar ndeshjet e klubit të tyre të zemrës. Klubi i qytetit të Bujanocit BSK nuk lejonte që Tërnosi të zhvillonte ndeshjet në këtë stadium, kështu që Tërnosi dhe ndeshjet si vendas teknikisht i zhvillonte si mysafir. Tërnosi për një kohë zhvilloi ndeshjet si vendas në Preshev dhe një kohë në Vladiqin-Han, dhe për 2 sezone që garoi u ngjit në 2 rangje më të larta, duke mposhtur kundërshtarët me lojë të shkëlqyeshme dhe atraktive. Futbollistët që luajtën për Tërnosin në atë kohë ishin Femi Sulejmani si kapiten i parë i skuadrës, pastaj Gjiladin Ahmeti, i cili më vonë ishte kapiten dhe trajner i skuadrës, Demir Ali Ramadani, Reshad Beqiri, Isak Sulejmani, Raif Ramizi, Skender Jusufi, Niazim Murati, Shenasi Beqiri, Shefik Hyseni, Nagip Latifi, Sadik Kamberi, Naser Jusufi, Mehmet Shabani, Abdullah Sulejmani, Gjabir Halili, Recep Tësuni, Gjemail Shabani, Faik Shabani, si dhe të rinjtë e talentuar të kësaj gjenerate, Ridvan Qerimi, Vullnet Jonuzi e Lulzim Haliti. Këtë duhet theksuar se ndeshjet e mira të klubit të Nasas i uranë si klubeve më të mëdha, kështu që Demir Ali Ramadani një kohë paraqit për Prishtinën, ndërsa Vullnet Jonuzi kërkoi nga shumë klube të rajonit. Për shkak të kushteve të vështira, në veçanti për shkak të mungesës së fushës sportive, Tërnosit në vitin 1979 i u deshte ndërprej garat. Për vështirësi dhe sfida që kanë pasur në atë kohë me rastin e themelimit dhe regjistrimit të klubit, biseduam me iniciatorin kryesor për themelimin e këtij klubi, profesorin e pedagogjisë Faik Jasharin, i cili në atë kohë ishte student. Duke parë interesimin e rinisë, sidomos rinisë fshatit, themi kështu më të madh, edhe me banor edhe me rini, edhe në komunë tonë, edhe mund të cekë se sidomos rinia shqiptare nuk janë marrë me ndonjë sport shqiptar, se sporti më i popularizuar se çka qenë edhe tash futbolli. Në vitin 1975, në verën e atij vitit, e patëm organizuar një turne futbollit vogël, kështu që unë kur e pash interesimin, dëshirin, elanin, talentin e trive, mora iniciativën për me themelu
klubin futbollistik Tornoci. Kërkesa jon u plotsu në vitin me dëdhetin e 30 muajit 1976. Domethënë sërtarisht u bë themelimi i klubit, pastaj fillum garat me vështirësi sepse nuk kishim asgjë, as terren, as rekuizita. Dhe vitin e parë garat i zhvilluam në për terrene të tjera. Edhe pse në komunë ishte terreni futbollistik, gjithsesi stadiumi në Bojanoc, ata nuk me ta sasëm në kuptim, nuk na lejonin, kështu që në një sezon atëherë ishme të kiqën në ligën ndërkomunale të Vranjës dhe brenda asaj sezone arritëm të bëhemi kampion i futbollit në atë ligë dhe kështu plasuam në rangin më të lartë në ligën ndërregionale Vraj-Leskovës. Dhe atë me kushte shumë të vështira, e sidomos pa stadium, por me kërkesën tonë kush na lejonte në disa fshatra të komunës tonë, të komunës Vranjës, të komunës Preshevës, i kena zhvillu me shumë vështirësi lojët e futbollit, domethënë garat. Mirë po, prapë se prapë na arritëm fund të korrim sukses dhe ngritemi një rang më të lartë të garave. Unë si iniciator, si themelues edhe me disa të tjerë, për herë të parë, Lenta Ceki, trener, e kemi pas emru, gjithsesi me thone ka qenë, tash i ngjeri Galip profesori edukatës fizike Galip Latifi. Shumë profesor i nderuar, punëtor i madh, por shkaqet mungesa kushteve dhe ai e la pastaj me udhëheqjen e disa lojtarëve. Ishte nxjerrit arsimtarit edukatës fizike Aziz Bibit, pastaj ishte lojtarit Çeladin Ahmeti, i cili ka qenë futbollist dhe më vonë edhe ka ndihmu, më ka punu edhe me lojtar e ka kry rolin e trenerit. Në kampionatin e arshëm, do me thonë në rangun më të lartë, gjithashtu kemi pas fillu e kemi pas vazhdu me gara, por në terrenin futbollistik të komunës e Preshevës, në qytetin e Preshevës, me që ata hasën me nën mirë kuptim, na lejuan dhe vazhduan garat në rangun më të lartë, kampionatin 77-78. Mirë po kushtet e vështira, harxime, më në fund për shkak mungesëve, klubi u detyru edhe për shkak disa humbjeve të lojrave, gjithsesi shkaku edhe i mungesës terrenit. Edhe e majnë mend se i patën denu me disa keqe pikash klubin, sigurisht pak edhe për ta larguar për shkak se s'kan kushte, edhe klubi ndërprejti garat e më të qeshme. Kështu që të pa se ka futbollist mirë të talentuar, punëtor, banorët, shikust, kishin interesim të madh, mas një kohë, mas një pauze, prap unë me do shoke mora iniciativën, por këtë herë me reaktivizimin e klubit, por me njerë me startu edhe me sigurimin e terrenit ton, veçak, me rregullu, por me mund me zhvillu garat pa problem. Para se të dalim për këtë tek reaktivizimi, a mund na thoni këtu në fillim në vitet 76, çfarë pengesa keni pasur, kush ka qenë kundër themelimit të klubit? Po shiko, pengesa ka pas atëre, jo edhe aq të mëdha kështu, nëse njerëzit sportdashit e kanë dashur sportin,
por ajo shka ishte ma pengesa kryesore ishin kushtet, mjetës kishim, topa, rekuizites kishim, pastaj na kanë ndihmu fshatarët. E majnë mend shumë herë kena kërku me që është kultivu duhani në Tërnac, na kanë ndihmu me anën e duhanit. Mandej shumë simbolikisht komuna, edhe kanë ndodhë, na kanë ndihmu dashamirët jashta fshatit ose komunës. E mbajnë mend njëre një komplet rekuizita na kanë paspru lidhja e futbollit atëre, si është quajtur, e Kosovës, me që ishte aty në të federatën e futbollit atërshme një bashkëvendasi ynë, na po të sjell një komplet dresave edhe njerëzit dashamirët kush ka mundën ndonjë top apo tjetër diçka. Kush ju ka ndihmuar me kënd, keni qenë atëherë së bashku? Keni punuar për të realizuar këtë qëllim? Po ka pasën për shembull nga i cili ka qenë edhe lojtar, ka qenë në Raif Ramizi, Vadxhet Jonuzi, ky arsimtari i edukatës fizike, ish arsimtar, tash pensionist. E disa shumë të tjerë me domethënë punën e cilë më dhe së më kujtohen me emna bashkë gjithë kush kanë qenë, por një numër i madh kush sa ka mundën. Se si keni kaluar në ndeshjet jashtë që i keni luajtur, që i keni zhvilluar, a keni pasur përkrahjen e publikut? Atëre, në atë kohë ka qenë interesimi aq i madh sa duke dita ditës çdo lojë sukseset, mbas sukseset publiku u shtoke numri, kanë ardhur një numër i madh i dashamirëve të futbollit. Bile edhe në atë kohë edhe ata në mosh disa banor delshin për pas rinijës, deshin me shiku lojët ku kishin mundësi në një teren më afër. Kurse në si mesafer, në fillim nuk kena pas ku me ditë sa një penges në kanë sjell, por më thonë mungesa mjetë, masandaj na kanë shiku pak më ndryshe, sepse një kohë na kemi qenë një klubi i vetëm shqiptar në Lukin Preshevës. Sepse klubi futbollistik Hajduk i Preshevës ka garu, pastaj ata pa të ndërpre, kështu që një kohë na kemi garu, por i vetëm klub shqiptar në komunë, sidomos komunë Banocit. Pas 3 viteve pauzë, klubi futbollistik Tërnoci reaktivizohet përsëri, por tani me një risi që do të kontribuojë në zhvillimin e mëtejshëm të këtij sporti të popularizuar tek ne. Me kontributin e vetë fshatarëve, kryesisë së atëhershme të klubit dhe komunës, filloi ndërtimi i stadiumit të klubit. Hapësira ku ndërtua stadiumi aktual i klubit ishte një pjesë e Bashkisë Islame dhe një pjesë e familjes së Kryvullakëve që ia dhan klubit pas një kompenzim. Tërnoci inkuadrua së pari në ligën komunale, pastaj rajonale e deri në zonën e Nishit ku garante me klube shumë të forta nga Nishi. Periudha 1983-1987 ishte ndër më të suksesshme të këtij klubi. Po të ishin kushtet dhe rrethana tjera, futbollistët e shkollqeshëm të kësaj gjenerate do të mund të luanin në ligat më të forta në rajon, e pse jo edhe në Evropë. Të udhëhequr nga trajneri Gjiladin Ahmeti, futbollistët e Tërnocit mposhtin kundërshtarët me radhë, ndërsa stadiumi i Tërnocit mbushej me tifoz numri të cilëve shkonte deri në 5000. Rivaliteti më i madh ishte me klubin BSK nga Bajanoci, e në stadiumin e qytetit në Bajanoc Tërnoci gjithmonë kishte më tepër shikues se sa ekipi vendas. Mirëpo në fund të viteve të 80 dhe fillimin e viteve të 90, për shkak të situatës së përkeqësuar në Kosovë e Jugosllavi, si dhe kushteve të vështira ekonomike, shumë futbollistë emigruan në vendet e Evropës perëndimore. Klubi vetëm shqiptar që garante ballafaqoi me presione psiqike, fizike dhe me vështirësi, sidomos kur luante si mosafer, si nga skuadrat vendase e po ashtu edhe nga gjyqtarët. Kështu që në vitin 1991, Tërnoci u detyrua të braktisë garat në ligat e shtetit të atëhershëm Jugosllav. Dhe kështu pas 3 viteve
e reaktivizuat klubi në vitin Pas 82-83? Pas 3 viteve, do të thonë, kur morëm iniciativën për rregullimin e terrenit me siguru, edhe klubin futbollistik e reaktivizuan. Prapa tëne me punë, me angazhim, por mjetët ku diune nuk kishin përkraje ashtë madhe. Në fushën toni zhvillojshmi lojët, kur i kriju mundësit me luajt në terenin tonë futbollistik, por kur shkojshmi si mesafer, pak sa në kësheshin, në shikojshin ndryshe atjene, më thonë, jo refert, shikojshin si më në damtu, publiku, kishme fyrje në njëherë, në një sharje, në ato konët kur fillum veç pak me ndryshu në ish Jugoslavi. Dhe kush ka vënë kontribut për të siguruar fushën, stadiumin aktualisht që e ka klubi futbollistik? Stadiumi futbollistik kontributin më të madh me vlen edhe më ju falenderu gjithve atinve të cilët atëre edhe rinia në përgjithësi edhe fshatarët, sidomos nxënësit e të rit kanë dalë, dhe në çdo kërkesë kur e kemi bërë, çdo ftesë kanë dalë, na kanë ndihmu. Do me thonë, kena punu punë fizike, i kena hek gore ku di une e kena pastru, në basi se komuna në batë ndihmu me ekskavator në patë dhonën, e ka pregadit kështu një terenin disa ditë, pastaj me rinijën, fshatarët, kush sa mund ke nga ana materiale, por dhe nga ana, se thash për para, jo me dohon, jo, dhe komunë. Jo, ashtë një simbolike, por kresoria, atë që ka qenë ma kresore, ekskavatorin nga ka pas dhënë, edhe ja kina pas dhënë formën kështu të stadiumit, e patëm marrë shtilët në ish fabrikën e tubave se u shqujt në Ferizaj, e patëm vendos, edhe fillum kështu me zhvillu lojët se vendasë në terenin tonë. I kujt ka qenë kjo hapësirë? Hapësira ka qenën se i thonë se utrin, një pjesë në emën të vakëfet gjithësisht bashkisë islame, ram me ta në dakord, ata në dhamë pëlqimin, me që ishte pak kështu një pjesë jo e përdorshme nga ta, një pjesë ka qenë cilën mund me ju faleminderu shumë edhe familjes Saliu, gjithësisht si të ashtu quar të Krivollak. Dhe bashkinë islame gjithashtu, hasë mirë koptim edhe në lejun, në dhamë pëlqimin që ta nismë iniciativën ma letë dhe pastaj një pjesë tjetër ka qenë kështu në rafshin se otrin, kurse kemi pas mjaft punë edhe fizikës edhe shtë me ekskavator, sepse këtu fshati i kanë hullë mbetorinat, ka qenë një lloj depoje. Pra dhe në këtë kohë, Tërnoci pra kishte themeluar një ekip i cili ishte në atë kohë shumë i mirë dhe entuziazmi ishte shumë i madh, sepse siç dihet, edhe pse nuk ishte atëherë tribuna, por mbushi stadiumi. Shiko, është shumë të shëmirët e futbollit, cilët e kam përcjell atëherë dhe më vonë mbajnë mend se në rang gjatë ku kemi bënë, ku kemi marrë pjesë, më vonë mas reaktivizimit kemi fillu pasaj prej ligës komunale, kemi kalu ndër komunale, ndër regionale, interesimi ka qenë atë që malë sa mund të them se stadiumi nuk i zinte. Kujtohet disa loja na kanë leju në stadiumin e BSK-s me zhvillu lojrat. Atë sot dikujt i dukun është e pabesueshme, kanë qenë mbi 3000 shikues. Më thonë, nga gjithë kjo rrethina jonë, dhe jo vetëm nga komuna e Banosit, kanë ardhur shikues për të përcjellë ndeshjet e klubit futbollistik Tërnoci, për shkak se do një interesimi edhe për shkak të tregimit të suksesit cilin e arrente klubi. Pastaj ka pasën lojtarë shumë kështu të
punëtor, talenta dhe kanë luajtur me një, si thëjmë tash, me shpirt, edhe ka luajtur për jo vetëm për vete, por ka luajtur edhe për publikun, edhe mos them edhe për këto troja. I kanë mbrojt ngjyrat, i kanë mbrojt me nder, shumë e emna janë cilët kanë luajtur atëherë, kanë luajtur pastaj ma vonë në ligët, në ekipet e ligës parë edhe të Kosovës, në Prishtinë, në Beslidhje, në Flamurtar, në dritën e Gjilanit, në Zvezdën e Gjilanit, gjithsesi tash në Gjilan, klubi i futbollit Gjilanit. Kemi lojtar, cilët më vonë kanë shku edhe shtetet jashtme, për shembull, kemi atje ka shku, në fillim ka qenë Irfan Beqiri, ka shku në Zvicër, atje ka luajtur futboll, i cili ende se ka ndërprer dhe si veteran ka luajtur. Pastaj kemi goleshënuesin më të mirë ndoshta të Tërnocit, Borhan Sejdiun, cilin e kemi pasën goleshënues, por edhe ka qenë një talent, një lojtar shumë i mirë, i qetë, edhe ai ka shku në Zvicër, ka luajtur, ka bë gara në klube zvistrane. Dhe se financoi klubin atë kohën, vitet, po edhe kur u reaktivizuan vitit 82. Po gjithherë përpara se tash ka ndryshuar, edhe me ligje është për shembull klubet tash ndihmon, atëherë janë financu, por shumë pak, një simbolike na kanë dhënë, se tash më përpara më herët. Gjithherë banorët kanë qenë ajo boshti keq i mbajtjes klubit futbollistik Tërnoci. Gjithsesi banorët Tërnocas, dashamirët e futbollit, bile edhe Trafinës. Edhe të Trafinës. Kanë ndodhur edhe të komunës, domethënë tjetrave fshatra të Banocit, ka pas raste edhe për shkak të rezultateve dhe lojëve të mira, individ cilët kanë ndihmuar jo shqiptar, në nacionalitetet tjetër kanë ndihmuar. Ka dhe si raste ka pas. Se na shumë herë në për lojnat kur u zhvilloshin, dikush e merr një kuti edhe ka hecë kush sa i ka ndihmuar në lloj biletave. Kush sa ka dasht i ka dhon për shembull 100 dinara, si tasha 50, ka ndodhur mas shumëte. Bele një lojë së më kujtohet me kënd, por se harroj atë kur se një dashamiri i futbollit i nacionalitetit serb mas shumëte kesh pas fut atë në kuti, atëherë sikur tash më dhon vend 100 dinar. Më thonë, pse ka dash futbollin, ka ardhi, ka shiku lojët edhe ka pas shoshni afër të konë me shumë shok shqiptar të Tërnocit e tjera. Kush ka qenë trajner në këtë kohë fillim? Gjeneratën e parë atëherë përmenda më herët edhe i ka ndihmuar përpos Galipit, Azizit edhe Xheladin Ahmeti edhe si lojtare një kohë, pastaj në reaktivizimin përsdet edhe fushën, me bërjen e fushës, unë isha se unë kom krij edhe disa funksione, jo me dëshirën teme, po nevoja kërkojke edhe detyrën e trenerit, të parë e trajnerit në kampionatin 76-77, kur u plasum në ligën ndërregionale. Edhe atëre mund të them se kanë qenë gjenerata më e shkëlqyer edhe më të mirë, edhe suksesi u arrit, edhe shumë lojtarë kanë dalë të talentuar. Mund përmendi jemna, po ka shumë sa mund edhe të harroj, pas një kohë kanë qenë ata shaj përmenda, ka pas disa tjerë në të kohën ka pas lujt edhe për tjerë u konë me të Fejzullahu, Ramadan Fejzullahu, Fatmir Ademi, i njohur si mbrojtës i shkëlqyer, Fatmir Bajrami, Recep Adili i Ndjer, ish futbollist edhe një kohë më vonë
trajner dhe trajneri grup moshave të reja, i cili ishte bile themeluesi i shkollës së futbollit pranë klubit futbollistik Tërnosi. Femi Fejzullahu, Zeqeria Sulejmani, Lukman Beqiri, Luzim Haliti, i cili edhe ka qenë i dalluar dhe një kohë kapitan e ekipës. E përmenda Burhan Sejdion, qendërsulmuesi edhe koleshnuesi më i mirë. Bajram ose Baram Ali Fejzullah, Vullnet Junuzi. Vullneti edhe bile prej atëherë ka pas shku në Zvicër, është atje edhe ka lujtën atje futboll. Ridvan Qerimi, Ridvan Fejzullah, Fatmir Ibrahimi, edhe ke një mbrojtës ka qenë i talentuar, edhe ka lujtë edhe në ekipët kosovare. Sulejman, Nehat Sulejmani, Qazim Shaqipi, Avdi Shaqiri, ka qenë në Maradon, thama shtone për ka loja dhe për ka angazhimi në teren. Izer Tajipi, në Vasov Kamberi, në Luigi, së më kujtohet emni, tash gjendet Zvicër, me emni së më kujtohet se fat, e të tjerë. Më thonë, ka qenë një gjenerat me thonë e artë për atë kohë kur i kemi parasysh edhe kur i dim se çfarë kushte kemi punu edhe kemi zhvillu gara të futbollit. Edhe pse më shumë vështirësi, klubi futbollistik Tërnosi nuk pushoi së funksionuari, pasi që edhe klubet kosovare kishin braktisur garat në Serbi. Prishtina, Flamurtari, Drita dhe shumë klube kosovare ishin mësafer të shpesh në stadiumin e Tërnosit, si në ndeshje miqësore, ashtu edhe në turne të ndryshme. Në vitin 1993 ish futbollisti i klubit Tanimendjeri Recep Adili themelon shkollën e futbollit, nga e cila ka ndalë shumë talent. Prej kësaj kohe deri në vitin 1999, Tërnosi inkuadrohet në garat futbollistike të Kosovës, së pari në ligën e tretë, e më pas kualifikohet edhe në ligën e dytë. Trajneri i ekipit ishte Narko Recep Adili, ndihmës trajner dhe kapiteni i ekipit Femi Fejzullahu, ndërsa një kohë kryetari i klubit ishte Ridvan Qazimi, një orë më vonë si komandant Leshi. Gjatë kësaj periudhe, respektivisht në vitin 1992, Tërnosi realizon një vizitë në Tiranë, duke u bërë klubi i parë jashtë territorit të Shqipërisë që viziton shtetin shqiptar. Klubi Tërnosas ishte mësafir i klubit Partizani nga Tirana, me të cilin ka zhvilluar një ndeshje miqësore. Keni qenë pjesë edhe e delegacionit pra edhe ekipit në vitin 1992 Tërnosi kur vizitoi për të parë Shqipërinë. Po në duket ishte 7 shkurt e vitit 1992, ku për herë të parë me iniciativën e disa dëshëmive të futbollit, udhëhes të futbollit të Ndjerit Recep Adili, ish futbollist edhe trajner, ish ka qenë edhe ke Ademi mbi emrin vllavi Fatmirit, drejtori i radio televizionit. Për momentin është drejtor në Redin Ahmet, Ademi, edhe disa të tjerë dhe klubi futbollistik Tërnosi për herë të parë një klub futbolli nga këto anë të kufirit të shtetit shqiptar bëm një turne dhe ishim në Tiranë, në cilën e zhvillum një lojë miqësore vllazërore me ekipin Partizanit të Tiranës atashme. Do thonë, ishmi klubi i parë nga kjo pjesa shqiptar Maqedoni, Kosovë Lindora apo Kosova Lindora apo Sologina, cilët ishim për të marrë pjesë në Tiranë në një turne dhe e zhvilluam një lojë me Partizanin. Për cilën lojë edhe nuk e harrojmë kur se kena kalu mirë,
pritjen e kena na kanë prit shumë mirë, edhe sidomos kthimi atër për herë të parë pat me shkel në shtetin am, ashtu nëse mund të them. Më vonë pas disa viteve dijen koha atëherë pa të fillu mu keqsu, garët s'mundshme me zhvillu si duhet, na kishin si të keq kështu në ofendime, rrahje, ndollke në fusha jashkur. Edhe një kohë erdhë deri te ndërprerja e garave. Për shkak rrethanave atëherë kur veç edhe ekipet e ligës kosovare i ndërprerën garat edhe ne, dhe duke pa talentin edhe dëshirën, i patëm fillu garat të zhvillojmë në ligën e tretë të Kosovës. Atëherë, ligën e tretë të Kosovës, dhe pas një viti gara u kualifikum e zumë vendin e parë dhe u kualifikum në turneën e cili pat mbajt në Prishtinë. Më herët e përmenda Recep Adilin e disa të tjerëve. Në atë kohë ishte Ridvan Qazimi, kryetar i klubit, kryetar ishte Recep Adili, sekretari i klubit ka qenë Selami Jakupi, me angazhimin edhe disa të tjerëve, por ata kanë luajtur rolin barën kryesore, u plasum me anë të kualifikimeve në ligën e dytë Kosovës. Do thonë, pastaj fillum me garu në ligën e dytë Kosovës me klubet kosovare. Në këtë në vitin 1999? Në vitin, nuk u të shtoj vjen 1999, për shkak situatës u dasht me ndërprej prap, mu pasivizu, tonë ditë ma vonë edhe filloj mu keqsu situata politike në Jugosllavi, lufta, fillon luftrat e kështu me radhë, nuk ishte mundësi me vazhdu me gara. Në atë kohë, edhe në ato kanë qenë disa të lojtarë shumë të mirë, shumë të talentuar, nëse mos më kujton disa emra, për shembull, kanë qenë në ligën komunale, cilët më vonë edhe kanë shku, kanë luajt më vonë në ekipët e Kosovës, por ka qenë Ridvan Jupi, Fatmira Demi, Muharrem Elmazi, Sedat Pajaziti, Endri Sali, edhe këta kanë qenë një gjenerat e shkëlqyer, cilët kanë qenë lojtarë klubit futbollistik, por pak më vonë mas ndërpremjes, kur fillun në Kosovë me garu, ligën kosovare, kanë marrë këta lojtarë pjesë, për shembull kanë luajtur për klubin Kikat të Koshtit, për dritën e Gjilanit, për Gjilanin, disa për Prishtina. Ka qenë gjithashtu Galeb Zahiri, një lojtar shumë i shpejt, kështu i lojtar futbollist i mirë. Faton Fetahu ka qenë gjithashtu një futbollist shumë i shpejt, i shkallët edhe. Pastaj një talent ka qenë bele pak më i ri se këta, Ilber Fetahu, i cili s'di për çfarë shkaqe ai nuk ka luajtur gjatë. Pastaj futbolli ka lënë, por ka qenë shumë talent i cili ka mund të arrijë shumë rezultate në futboll. Dhe për fund çfarë mund të thoni një porosi për futbolltarët këtu? Porosi, kisha me thonë se njerëzit nuk duhet me hub shpresat, nuk duhet mu liru me ik nga sporti, por me krejt ato, më thonë, punën e vetë personale, familjare, edhe jetën, edhe me shiku, edhe shkollimin njëherë në radhë parë, por mos me ik sportit, pavarësisht se çfarë sportit, çfarë deget sportit. Po te na loja futbollit ka qenë edhe është ende vetmja, por edhe në botë tash gjithë din sporti masovik më i popularizuar. Edhe, më thonë,
nëse pak e dojnë sportin, është mirë me shku ma herët generatat e reja, me tregu talentin, me vazhdu, edhe me mri si futbollist, si sportist, por edhe normal edhe zhvillohet edhe si njeri, edhe psikikisht, edhe shëndetin e vet e ma konstant. Dhe tashamirët e futbollit, simpatizantët, banorët nga këto troje, është mirë që sa kanë mundësi edhe me ndihmu, por edhe me angazhu që me vazhdu me sport më marë. Faleminderit që ndatë kohën për këtë intervistë. Faleminderit edhe për ju, sukses edhe juve si Radio Televizion, dhe faleminderit se në dhatë mundësia. Ne u ku pak, sa do pak disa disa nga ajo kohë lojës së futbollit. Ndoshta unë s'e përmenda në fillim kur e marr me futbolli themelet, me thonë atë gjenezën, kur Tërnoci si Tërnoc, banorët ose si nacionalitet shqiptar, loja futbollit ka fillu mirakulist në ish zerorën Antimoni në Tërnoc. Me thonë, por atëherë deri këto vitet, do me thonë deri në vitin 1976, kanë luajt në për terenet, kështu në për shkollë, në për livade, djerina, kanë organizu në për torne, kanë shku, jonë tregu gjithëherë, ka pas shumë talent, generate ma teshme, unë e ma vone dhe kam dëgju, që kam mri me i pa, për shemull, sot janë profesora, doktora, do dhe lomive, shumë kanë lujt, do me thonë mirë, ka qenë ma interesant, është e pëlletash, loja futbollit, që ka qenë ma masovike, i kanë pastaj dhe rëndësi ma tepër. Më thonë, këto troje kanë pas gjithëherë sportista të mirëfillt, talentat mirëfillt. Por, më thonë, zyrtarisht, ashtu ne më zyrtarizu një klubi futbollit, me lujt futboll të madh, më thonë, e thash, prej 10 të 30 mujit 1976, e kemi pas themelu klubin e futbollit Tërnoci, cili nga atëherë edhe garon edhe ende me atë temën. Dhe në mburë me për punë që kemi bërë edhe sukses që kena mri, me gjithse s'na ka dhënë mundësia se kishmi mri edhe ma tepër. Sikur t'ishin rrethanat ndryshe, me siguri punës që kena bërë edhe ishmi mu konë dikont mos tem ligë parë, për ligën e ditët të tjetë, ose këto, se sikur në Kosovë se thash kena garu, por këshim rrimu konë edhe ligë parë, mos thamë se për ligë. Ishte kjo një histori e shkurtër e klubit futbollistik Tërnoci prej themelimit e deri në vitin 1999. Për periudhën e pas luftës në Kosovë dhe zhvillimet aktuale në klubin futbollistik Tërnoci, do të merremi në emisione tjera me mysafirë dhe protagonistë tjerë që kanë kontribuar për këtë klub dhe futbollin e Luginës së Preshevës.